Si fillim, ja kom nis me mjetra, mas pari herë, më dofshen me bo perime, edhe e heka mjetra. Ajo ka kaluar shumë periudha të vështira, por ka arritur të forcohet dhe të mbijetoj duke u mbështetur tek vullneti dhe dashuria për punën. Unë ja kom fillu prej vitit 2016, fillimisht bashkë që të ku jena e kom pos mjedra. Si fillim, ja kom nis me mjedra, mas pari herë, po të e po që mjedra kogja shumë e ndjeshme, edhe tani masi unë e bëjsha për punimin e ajvarit, e masi ja nisa dhe me ajvare me këtu, ma shumë më dofshen me bo perime, edhe e heka mjedrës, edhe mjedra pak u konë shumë e zërshme për mi mbojtje. Du me thonë me mjedra ke fillu, edhe pastaj e ke shpillu. E tash që tu, momentalisht na jemi vesh në serë, apo na tregon se çka ka këtu për gjithë shikuesit që ndoshta s'ka njohuri? Po, këto jemi në serë, këto e kam, kjo sera është komplet e mbjellë me domate, kjo fidonin e kum fitu prej ADK-s, e falenderoj shumë ADK-n që na ka përkra, se për një me për neve si gra në ndihme sa do e vogël, ka këgja do me thonje. Po besoj pjesë e rëndësishme është pastaj edhe uje, kjo ka sistemi pik-pik, apo ju isni ato vetë? Jo, që to ku jena nuk e ka, e kum lanë vetë, kum dosh me provu si vjetë pak qysh, e kum dosh me lanë edhe qështo, me pa edhe qështo qysh po bëhet bima edhe pa sistem, këtë e ujitëm vetë me ujë, kështo normal. Na të regove në fillim që ka gjani në sasi e madhe ujit nevojitet, ndërsa që jo të kujdesini për këtë veprimtari. Të regona prafërsisht kur bëni grumbullimin e ujit, sa shkon sasi edhe qysh bëhet, ajo të e marrë parasysh që jemi pak lartë këto në arësi. Po, na e kena këto bunarin që kena qelë qysh në fillim, e kena siguru mas pare ujen, se për me pas një boshqe, se për me pas me vadit normal që dohet uje, dikon kur vina me nxes, puna e por që e bojna, i morëm 3.000 litra ndike. I kena rezervarat ka 1.000 litra, që sigurujna njëherë ujen në fillim, edhe i vaditëm, e këshyrëm so ka nevoj bint, edhe po gjatë ditës 6.000 litra ndike i marrë prej bunaret. Secila farë këtu është e mbjellur nga duart e saj me plot dashuri e kujdes dhe sot ajo ka arritur të kthehet në shembull jo vetëm për gratë, por edhe për shumë fermer të tjerë. Prej mëngjesit dikon tash prej tash që i kena mbjell, dikon prej orës 5 dohet me konë këto, edhe mas pare, si që regova më herët, dohet me këshyrë për ujitje, ujen, tani ma vonë pak qyshe shumë kuhen se si vjetë drejtë me thonë edhe kuha pak është problem se është pak ftoft, edhe qysh po shihet edhe bimë se deri tash u duft me qelë. Me bo edhe mbjelljen, me fillu edhe mbjelljen jashtë, po puna e kuhes pak që është e ftoftë, na njëherë veç me sera, po edhe serat, drejtë me thonë, nuk është që kam përparu shumë, se është pak kogja ftoftë. Atëre kur bëhet mbjellja zakonisht, masi po e ceka, ka kalu koha për këtë vit? Ju, na qëtash veç pejt 20-it, dohet m'ja nis me mbjellje, tash sholla na ndihmon edhe pak ndreqet koha ma shumë, po pejt 20-it qëtash me njëherë do t'mja nis ndreqet ose s'ndreqet koha, na dohet mi kry procesin e mbjelljes.